Deputetët e opozitës pyetën kreun e SPAK-ut Altin Dumani edhe për marrjen si personën e tim të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, çështje për cilën tha se është nën hetim dhe nuk mund të jap asnjë detaj. Tani, lidhur me çështjen e hetim nuk kam për të dhënë asnjë koment. Prokurori Prençi dhe të gjithë prokurorët e posaçëm kanë patur dhe kanë gjithë mbështetjen dhe për krahin tim si drejtuesi i prokurisë së posaçme. Deputeti demokrat Lëviz Balliu kërkoi informacione se Balluku po hetohet për paditë penale të Partisë Demokratike, për shitblerjen e energjisë, ndërtimin e parqeve fotovoltaike, tunelin e Llogaras, anije Tigri 1 dhe Tigri 2, duke akuzuar SPAK-un për zvarritje hetimesh. Domani u përgjigj se prokurorët respektojnë afatet procedurale. Për zonin Balluku ka disa kallëzime penale në SPAK që nga shitblerja e energjisë tek rrugët të ndërtimi i parqeve fotovoltaike tek tuneli i Llogaras apo tek termocentralet anije Tigri 1 dhe Tigri 3. A janë në hetim të çështje sa kohë duhet për të jetuar, ku bëhet fjalë për miliona e miliona euro të shpërdoruar. Patjetër që koha është e rëndësishme në hetimin e çështjeve penale, por ajo që prokurorët e posaçëm kanë parasysh në hetimin e procedimit penale që kanë në ndjekje është respektimi i kodit të procedurës penale që parashikon afatet e hetimit. Afatet e hetimit janë parashikuar në dispozitat e kodit të procedurës penale. Çdo prokuror duhet të respektojë ato afate procedurale. Është i detyruar, nuk është kështu taksative. Dhe sa kohë që çështjet janë brenda afateve procedurale, atëherë ne patjetër edhe unë të isha në vendin tuaj do më duke një kohë shumë e gjatë, por ama duhet marrësh konsiderat rëndësinë e çështjes specifike në hetimin të çështjeve, ngarkesën e prokurorëve, që kanë shumë çështje të prioritizimi i çështjeve e tjerë. Por, sa kohë që janë brenda afateve procedurale të parashikuar në kodin e procedurës penale, patjetër që unë nuk mund të them që janë zvarritur këto çështje. Domani u përgjigj edhe pyetjes nga deputeti i Partisë Demokratike Pelin Kolliçi lidhur me përfshirjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në çështjen e aeroportit të Vlorës, për të cilin kreu i SPAK-ut tha se çështja është nën hetim paraprak. Pyetja është, a keni ju ndonjë hetim për skemën 5B të Belinda Balluku dhe drejtorëve të saj? Tani, unë nuk mund të jap lidhur ju përmendët aeroportin e Vlorës dhe disa çështje të tjera, unë nuk mund të jap shpjegime apo informacione për çështjet e cilat janë në fazën e hetimit paraprak. Edhe për ndërtimin e aksit rrugor Kashar-Thuman, Dumani tha se është çështje nën hetim.